Pas afro 7 muajve nga tragjedia në Koqan ku vdiqën 62 persona, gjykata themelore penale e Shkup ka njoftuar se më 3 tetor ditën e premte skadojnë të gjitha afatet ligjore për pranimin dhe dorëzimin e ankesave ndaj aktakuzës lidhur me zjarrin në diskotekën Puls në Koqan, me çka plotësohen të gjitha kushtet për vlerësim dhe pritet që aktakuza të vlerësohet deri në fund të javës. Nga atje theksojnë se ky është një rast me 37 të pandehur, persona juridik dhe fizik, të përfaqësuar nga 33 mbrojtës dhe përfaqësues të personave juridik. Duke pasur parasysh se në këtë moment, të gjitha akuzuarit edhe avokatët e tyre mbrojtjes e kanë marrë aktakuzën dhe të gjitha afatet ligjore për pranim dhe dorëzim në kundërshtimeve skadojnë më 3 tetor 2025, gjë që përmbush të gjitha kushtet për vlerësim, pritet që akti të vlerësohet deri në fund të javës, për të cilën publiku dhe palët do të njoftohen me kohë. Kryeministri Risjan Mickoski i pyetur sot për storjen e IRL-s e cila ngriti dyshime se ka pasur të përfshirë inspektor tatimor në rastin e Koqanit, por se të njëjtët nuk ishin të përfshirë në aktakuzë. Tha se kjo çështje drejtohet nga prokuroria, përkatësisht nga prokurori publik i shtetit Ljupço Kocevski, dhe se si kryeministër nuk është as pak i kënaqur me punën e prokurorisë. Sigurisht që rastin është duke udhëhequr prokuroria, prokurori i shtetit Kocevski, siç e patë edhe ju gjatë kësaj periudhe, kanë qenë rreth 12 prokurorë që kanë punuar në këtë rast. Nëse pyetja është nëse jam i kënaqur me punën e prokurorisë, përgjigjja ime është jo, nuk jam i kënaqur dhe pikërisht për këtë arsye ne mbështetëm në kuvend shkarkimin e Kocevskit. Pse LSDM-ja dhe BD-ja nuk e mbështetën shkarkimin e Kocevskit? Kjo është një çështje tjetër. Mickoski tha se kushdo që në çfarëdo mënyre është i lidhur me rastin e Koqanit duhet të dalë para drejtësisë.